përgjegjësitë tona respektive për kasët e secilit, dhe pas kësaj pike u vlerësua e arsyeshme që unë të filloja të punoja me zotin Thaçi, sepse e njeh atë kaq mirë dhe drejtori i firmës, themeluesi i firmës, mendoi që kishte kuptim që të merrja këtë rol duke patur parasysh marrëdhënien time me zotin Thaçi. Por kjo nuk ndodhi me njëherë, pra mund të ketë ndodhur, mendoj, në dhjesht të 2018-s, mendoj kur jam regjistruar së pari, mund të ketë qenë 2019 dhe pastaj kam punuar përsëri, nuk më kujtohet saktësisht, nuk i kam këto shënime me mua, këto të dhëna, por pak a shumë një vit dhe pastaj kontrata skadoi. Në fakt mendoj ka qenë viti 2020. Pyetje, nëse mundem, apo transkripti është i gabuar, do të qartësoj që ajo që desha të them është që me zyren, pra kisha fjalën. Përgjigje kjo është edhe kështu kuptoj edhe unë pyetje. Dhe kontrata mes Ballard Partners dhe zyrës së presidentit të Kosovës ishte për 52.000 euro në muaj, sakt, përgjigje sakt. Dhe si pjesë e punës në Kosovë, me Ballard Partners, ju jeni takuar me të punësuar të ndryshëm të qeverisë së Kosovës, të qeverisë amerikane, pra keni kontaktuar punonjës të ndryshëm të qeverisë amerikane, përgjigje po. Pyetje tani do të kërkoj të shfaqen në ekran SPOE 00395244. And here we see that's good for now. Në rregull kështu, të smadhojmë pak, këtu shohim se këtu kemi emrin tuaj dërguar shumë personave me emra të shumë persona, adresat email, senatit, qeverisë, pra në emra që punojnë në qeveri dhe tema do të shohim është zhvillimit të fundit në Republikën e Kosovës. Dëshmitar, ju kujtohet që keni dërguar emailë të kësaj natyre personave të tillë rreth kësaj kohe, përgjigje duhet të jemi qartë për këtë. Kjo është një email masiv, pra kolektiv që është dërguar shumë njerëzve. Kjo mund të ketë qenë në fakt thjesht për të shtypur butonin. Kjo mund të kemë shtypur butonin dikush që ka punuar në zyrë për klientët. Unë besoj të kemi nuk do ta kisha shtypur këtë buton, por mund të vi prej meje, sepse kjo është mënyra se si funksionojnë gjërat, pra zhvillohen këto punë. Keni dikë që dërgon një person caktuar që dërgon emaile në masë, pra kolektive. Ky nuk është email specifik, konkret, nuk ishte takim apo mbledhje, nuk ishte diçka informacion i veçantë. Kjo ishte, siç mund të shish, zhvillimet e fundit. Pra është një email kolektiv që ne dërgonim, besoj që kompania dërgon të gjithë klientëve emaile të këtij lloji. Por jam i sigurt që unë nuk e kam shtypur butonin dërgo këtë email. Pra, pyetje, ju përmendet që keni dërguar klientëve, që kanë dërguar klientëve pra emaile, por unë përmenda që këtu kemi adresën email house.gov dhe senat.gov me zyrat e... A ju kujtohet kjo? Kjo ka qenë përgjigje për klientin, pra i dërgohej kongresit lidhur me klientët për të siguruar që ata që personi prapo i përfaqëson ata. Ne përpiqeshim që të informonim qeverinë, që ne po kërkonim, kjo ishte që kërkonim qeverisë në Shtetet e Bashkuara, keni të drejtën të shkruani qeverisë personi, në momentin që jeni regjistruar dhe e bëni transparente, që është edhe qëllimi i ligjit për regjistrimin e agjentëve të huaj. Përpiqemi që të jemi transparent, pra nuk ka ndodhur asgjë prapa perdeve, prapa skenave ku politikat apo pikpamjet personale të njerëzve mund të ndërhyjnë. Kjo është çështje për të qenë transparent, pra jemi regjistruar si lobi dhe pastaj kemi patur kërkesa ndaj qeverisë në pajtim në përputhje me ligjin. Dhe kemi shkruar qeverisë duke dërguar emaile dhe këto antarëve pra ju siguroj që nuk ka asgjë shumë interesante lidhur me këtë pyetje dhe për të siguruar që ju kuptoj qartë, mund të keni shtypur kontaktin në këtë email, apo
absolutisht që po, dhe ju mund mendoj që keni aprovuar këtë gjë, po, kjo lloj dërgese pra do të jetë qenë, do ta kisha ditur po t'ishte bërë nga zyra ime. Pyetja nëse shkojmë pak më poshtë, në fakt e kemi në ekran, mund të shohim materialin që është shpërndar aty. A ka qenë kjo gjuha standarde përdorur për këto kontakte, po, dhe gjithë e dinë se ishte kontratë e regjistruar me një transparencë maksimale në pajtim me ligjin për regjistrimin e agjentëve të huaj. Mund të shkojmë pak më poshtë, në rregull, pyetje. Këtu shohim se përmbajtja e këtyre dy faqeve mbulon raportimin në mesgjërat të tjera mbi çështje politike, ekonomike që janë relevante në Kosovë. Përgjigje po. Pyetje mund ta lejmë në faqen e parë, kthehemi në faqen e parë, pak më poshtë. Këtu shohim që raporti mbulon të deklarata apo veprime të ndërmarrura nga presidenti Thaçi dhe kryeministri në largim Haradinaj, sakt. Faqe zoti gjykatës kërkoi pranimin e këtij dokumenti. Mishetic, përpara që të bëjmë këtë, besoj që prokuroria ka detyrimin që të shpreh qartësisht qëndrimin e saj për këtë dëshmitar. Kam një listë paktën 30 herë ku turpi gjykues na e ka udhëzuar mbrojtjen që të paraqesin qëndrimin e tyre atë që mendojnë ata. Dhe do të citoj transkriptin faqe 2448 lidhur me këtë pikë, pra që do të shoh çështja që është këtu, duhet që dëshmitari të informohet në mënyrë të drejtë për drejtë. Zoti Paqe, ne kundërshtojmë këtë kërkesë, ajo që po bëjmë kështu është shumë e qartë. Po flas për këtë organizat lobimi pra që ishte në emër të Kosovës, për të cilën ai dha dëshmi që kjo organizat lobonte në emër, dhe këtë përmendje gjatë marrjes në pyetje nga avokatët e mbrojtjes. Gjykatësi mendoi se është e qartë, pyetjet janë të me vend dhe nuk po krijojnë diçka misterioze lidhur me qëndrimin dhe atë që mendon prokuroria lidhur me këtë dëshmitar. Ai e kupton se pyetjet arsyeim se po i bëhen këto pyetje, kundërshtimi juaj pranohet zoti pasi do rrëzohet, shpuroi zoti gjykatës rrëzohet, desha të them. Gjykatësi fola tepër gjatë, ndoshta zoti Paqe dhe sa i takon pranimit i nderuar gjykatësi ju po paraqisni për pranim këtë dokument, po zoti Paqe ishte 395242 deri në 395244 emaili që po shohim. Pra gjykatësi pranohet sekretarja, ky dokument merr provën numrin e procedurës P4489 dhe klasifikohet si konfidenciale. Zoti Paqe mund të jetë publik, mund ta heqim dokumentin dëshmitar. Keni punuar apo diskutuar me zotin Thaçi apo dy këtë tjetër letrën e sekretarit të shtetit Mike Pompeo lidhur me KSC-n dhe ZPS-n? Përgjigje nuk më kujtohet të kem punuar me të, për të qenë sakt, pjesa më e madhe e punës, puna që më kujtohet, puna që kam kaluar kohë dhe kam bërë përpjekje, ka qenë dialogu midis presidentit Vučić dhe presidentit Thaçi me qëllim që të arrijë një marrëveshje paqe mes tyre të dyve. Emaili më parshëm që sapo patëm në ekran kishte referencë të dialogut midis Serbisë dhe Kosovës, se presidenti Thaçi dhe presidenti Thaçi dhe presidenti Vučić ishin po ndërmerrnin. Unë kam kaluar kohë në këtë, nuk më kujtohet e kem punuar për atë që ju sapo pyetet, lidhur me tribunalin special për Kosovë, nuk më kujtohet. Kjo, nëse ka patur një letër të tillë, nuk është përgatitur nga unë, menduar nga unë, rishikuar nga unë, me asa më kujtohet. Pyetje do të ndroj temë tani, do të kërkoj që të shfaqim në ekran CPO 0039214 deri në 0039223 dhe përkthimi në anglisht që është CPO 0039214 deri në 0039225 Yes, that if we Po, në rregull, nëse mund ta zmadhojmë pak më shumë faqen e të majtë të ekranit, në rregull kështu. Dëshmitar, tu shohim se është një postim Facebook nga një profil
që i atribuohet një personi me emrin Artan Behrami me 30 janar 2025. Dhe nëse kalojmë nga në dokumentin në anën e majtë në faqen 2.6, që përfundimit 6, dhe zmadhojmë fotografinë. Në anën e djathtë jeni ju në këtë fotografi apo jo? Përgjigje po. Është ky Artan Behrami, ky në anën e majtë tuajnë, përgjigje me sa i takon zotit Behrami nuk më kujtohet. Dhe shqiptarët e Kosovës më kërkojnë shpesh që të bëj fotografi me ta dhe unë përpiqem të jem sa më miqësor që të mundur, por kërkojnë ndjesat i, por nuk më kujtohet ai. Pyetja, me sa dini ju, a keni patur ndonjë kontakt tjetër përveç fotografisë që po shohim me një person që quhet Artan Behrami? Përgjigjen nëse nuk është zyrtar i qeverisë së Kosovës, nuk më kujtohet ta kem takuar atë, thjesht nuk më kujtohet. Pyetje, postimi në datën 30 janar 2025, ju kujtohet që keni takuar ndonjë zyrtar të qeverisë së Kosovës në këtë vit? Në këtë vit? Jo, nuk më kujtohet. Me qëra fjala, postimi më pëlqen. Ku falenderohet Rubin dhe presidenti i Shteteve të Bashkuara për lirinë e gjetur. Pace, në rregull, faleminderit, nuk keni nevojë të përgjigjeni pyetjes, mund të heqim dokumentin nga ekrani dhe mendoj që kjo është momenti i dur që të bëjmë pushimin përpara se të trajtoj temat e fundit që kam për të trajtuar, që për të cilat do të më duhen 5